16 persona janë ndaluar nga policia e Tiranës në akuzën e mashtrimit kompjuterik duke vjedhur programet e platformës Digitalb. Gjatë një aksioni ku është përfshirë gjithë territori i kryeqytetit, u ndaluan një pjesë e mirë atyre që kryejnë pirateri me programet e platformës Digitalb. 16 apartamente dhe subjekte tregtare janë vënë në kontrollin e policisë gjatë mbrëmjes së dieshme, ndërsa priten ndalime të tjera gjatë një aksioni që është ende duke vazhduar. Policia e Tiranës me anë të njoftimi për shtyp njoftoi se seksioni kundër krimeve kompjuterike pranë drejtorisë policisë Qarku Tiranë, gjatë një operacioni policor të koduar transmetimi ka zbatuar 16 vendime të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë mbi lejimin dhe kontrollin e ambienteve në disa subjekte tregtare dhe kontrolle banesash, në të cilat dyshohet se nëpërmjet pajisjeve elektronike dhe internetit është transmetuar prej kohësh në mënyrë të palishme sinjali disa kompanive televizive digjitale si Digitalb, Sky apo Nova. Gjatë kontrollit banesave të personave të dyshuar për pirateri u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 74 aparate Dreambox të klonuar për marrjen dhe transmetimin e sinjaleve televizive, 27 aparate Dream Multimedia të klonuar për marrjen dhe transmetimin e sinjaleve televizive, 8 sisteme kompjuterike të përshtatura si server për administrimin e rrjetit transmetimit, njësi kompjuterike laptop, modeme pajisje të tjera digitale në funksion të piraterisë. Nga specialistët e policisë së Tiranës janë kryer të gjitha veprimet procedurale, ku për konsumim të veprës penale të mashtrimit kompjuterik do të ndiqen penalisht 16 shtetas. Të gjithë të akuzuarit dyshohen se janë implikuar për kryerjen e veprës penale mashtrim kompjuterik, duke realizuar nëpërmjet pajisjeve elektronike dhe internetit transmetim në mënyrë të palishëm, duke i marrë nga sinjali kompanisë televizive Digitalb në Shqipëri. Policia ka paralajmëruar një valë të re arrestimesh për persona të tjerë të cilët dyshohen se janë përfshirë në pirateri.